Të gjithë familjarët mblidhen për t'i kërkuar falje Sumrus, duke pranuar se kanë gabuar që nuk i besuan dhe se ishin të ndikuar nga rrethanat. Sumru megjithse e dëgjon me qetësi, mbetet e lënduar dhe e ftohtë ndaj tyre. Ajo ndjen se mosbesimi i tyre i ka shkaktuar një plagë të thellë shpirtërore. Vetëm një ajet dhe melek që qëndruan në krah të saj që në fillim arrin të fitojnë mirë kuptimin e Sumrus, ndërsa me të tjerët ajo ruan një distancë të ndjeshme. Gjatë bisedës familjare, Esati i shpreh pendesën e tij Sumrus për mënyrën se si është sjell me te dhe i kërkon falje për gjithçka. Ai tregon gjithashtu se mikja e saj Nilaj ka dorëzuar fletën e ankesës që provon se Sumru kishte denoncuar Halilin për abuzim. Në momentin që dëgjon këtë, Sumru shpërthen nga zemërimi dhe u kërkon të gjithëve të largohen menjëherë. Ajo e prekur dhe e lënduar thekson se askush prej tyre nuk i besoi kur fliste vetë, por vetëm atëherë kur u paraqitën provat nga dikush tjetër. Një zhgënjim i thellë që e bën të ndjej se është e vetme kundër të gjithëve. Sevilaja e tronditur dhe e shqetësuar përballet me Nuhun, pasi zbulon se ai ka fshehur ekzistencën e tumorit në kokë. Ajo kritikon ashpër për mënyrën se si e ka neglizhuar shëndetin e vet dhe për faktin që nuk i ka treguar asaj një gjë kaq serioze. Nuk përpiqet ta qetësoj, duke i thënë se ka ndërmend të operohet sa më shpejt, por për shkak të angazhimeve dhe ngjarjeve të fundit e ka shtyr vazhdimisht. Megjithatë, Sevilaj mbetet e shokuar nga mungesa e kujdesit që ai po tregon ndaj vetes dhe ndihet e frikësuar për gjendjen e tij shëndetësore. Në hotel më rrin një vajzë e panjohur që ngjall habit tek të gjithë kur prezantohet si e fejuara e Xhehanit. Të pranishmit mbeten të shtangur nga ky lajm i papritur. Nga ana tjetër, përmes një bisede të pavullnetshme që dëgohet nga Bejamin, edhe Melek bie në dieni për këtë ngjarje. E tronditur dhe e shqetësuar, ajo nuk di çfarë të mendojë, duke u përfshirë në dyshime dhe pasiguri për Xhihanin dhe të ardhmen e tyre. Një ajet e vëren me njëherë se Melek është e tronditur dhe e shqetësuar, por pa e ditur arsyen e vërtet. Mendon se kjo gjendje vjen për shkak të mallit dhe ankthit për nënën e saj Sumrun. Me butësi, një ajet i përpiqet ta qetësoj, duke i thënë se Sumru do të kthehet shumë shpejt pranë tyre dhe gjithçka do të marrë rrugën e duhur. Megjithatë, Melek mbetet e heshtur, duke fshehur brenda vetes shqetësimin e vërtet që lidhet me lajmin për të fejuarën e Xhihanit. Tasini i dëshpëruar dhe i penduar përpiqet me çdo mënyrë që Sumru ta fal. Ai thotë se e kishte besuar që në fillim dhe se ardhja e shoqes së saj Nilai vetëm sa i forcoi bindjen për pafajësinë e saj. Megjithatë, Sumru e lënduar thellë nga mosbesimi dhe tradhtia emocionale që përjetoi, nuk pranon t'i besoj me fjalëve të Tasinit. Ajo i kërkon me vendosmëri të heqë dorë prej saj dhe ta lërë të jetojë qetë jetën që ka zgjedhur, pa ndjenja të shtirura apo premtime boshe. Bejamin e sjell shoqen e Xhehanit në shtëpi, duke u treguar i sjellshëm dhe i vëmendshëm me të, por her pas here përpiqet të flirtojë në mënyrë të fshehtë. Kjo sjellje nuk i shpëton vëmendjes së Tyrkanit, e cila nuk e pëlqen as pak mënyrën se si ai po sillet. Pa dashur të krijojë skena, ajo vendos ta kritikojë në mënyrë indirekte. Si shenjë dënimi, i përgatit një kafe me krip në vend të sheqerit. Bejamin mbetet i habitur nga shija e keqe, ndërsa Tyrkane vështron me qetësi, duke i lënë të kuptojë se ka marrë mesazhin për sjelljen e tij të papërshtatshme. Nga ana tjetër, Xhana në mënyrë të fshehtë po takohet me Halilin, i cili me anë të komplimentave dhe fjalëve të ëmbla përpiqet ta manipulojë për qëllime dhe përfitimet e veta. Ai e mbulon çdo qëllim të vërtet pas një fasade të sjellshme, duke u treguar i kujdesshëm dhe joshës në çdo fjalë që thotë. Ndërkohë Hikmet që ndodhet aty pranë, i sheh të dy nga larg dhe me një buzëqeshje ironike përshpërit me vete, se sa naive dhe e besueshme po tregohet Xhanan, pa e kuptuar që po bie në grackën e Halilit. Xhehan dhe Melek shkojnë në shtëpi dhe takojnë shoqen e Xhehanit. Menjëherë, ajo tregon një afrim të tepruar dhe të shprehur hapur ndaj Xhehanit, gjë që e shqetëson Melek. Megjithse Melek nuk e shfaq menjëherë reagimin e saj para shoqes, brenda saj ndjen irritim dhe xhelozi, duke u ndjerë e pasigurt për kufijtë të marrëdhënies së Xhehanit me këtë vajzë. Një ajet me lot në sy i rrëfen Melekut historinë e dhimbshme që Sumru kishte përjetuar dikur, duke treguar se në atë kohë nuk ishte në dieni për rrethanat e vërteta. Ajo shpreh se nëse do ta kishte ditur më parë, gjërat do të ishin zhvilluar ndryshe. Për më tepër, një ajet thekson se do ta kishte mbështetur gjithmonë të bijën e saj Sumrun dhe se nuk do të lejonte që fëmijët e saj të rriteshin larg saj.
duke treguar dashurinë dhe përkushtimin e saj ndaj familjes. Esati i penduar dhe i vendosur përpiqet të afrohet me Esman dhe t'i tregojë seriozitetin e dashurisë së tij, duke kërkuar të fitojë besimin e saj. Megjithatë, Esma, ende e zhgënjur nga sjelljet e tij të kaluara, nuk e pranon këtë afrimitet. Ajo dyshon se pas kësaj shfaqje të papritur, Esati fsheh një plan tjetër për përfitime personale, duke e bërë të mos besojmë në fjalët dhe veprimet e tij. Duke vëzhguar sa naive është Xhanan, Halil menjëherë përgatit një kurth për te. Ai shfaqet si një klient i veçantë i një banke të sigurt, duke pretenduar se ka investuar aty dhe përfiton interesa të larta çdo muaj. Duke dëgjuar këtë tregim dhe duke u tunduar nga lakmia për të bërë e pasur, Xhanan futet në kurth. Pa e ditur, ajo pranon të investojë paratë e saj me qëllim që të rriten të ardhurat, duke rënë në grackën e Halilit dhe duke u bërë pre manipulimit të tij. Beamini kërkon llogari Xhananit për vendodhjen e saj dhe pse ka munguar, por Xhanan për ta fshehur ankthin dhe shqetësimin e saj lidhur me investimin dhe paratë që ka marrë nga Beamini, e shmang bisedën direkte. Ajo urdhëron atë të mos cënojë lirinë dhe hapësirën e saj, duke vendosur një barierë të qartë për të mbrojtur sekretin e situatës në të cilën ndodhet. Tasin angazhon dike për të zbuluar menjëherë vendodhjen e Halilit. I punësuari premton se do t'a gjejë sa më shpejt të jetë e mundur dhe do t'i jap Tasinit informacionin e nevojshëm për të vepruar më tej. Qëllimet e shoqes së Xhianit janë të këqija dhe të manipuluara. Ajo kërkon me vendosmëri të prish marrëdhënien mes Xhianit dhe Melekut, duke menduar se Xhian meriton dikë më të ngrohtë dhe me karakter të hapur dhe jo një person të qetë dhe të ftohtë si Melek. Melek, duke qenë vetëm me Xhianin, i shpreh xhelozin që ndjen ndaj shoqes së tij dhe shqetësimin për afërsinë e saj. Xhian e qetëson duke i thënë se nuk ka arsye për të qenë xheloze, pasi shoqja e tij dëshiron vetëm t'i prezantojë disa projekte për bashkëpunim profesional. Megjithatë, ai i premton Melekut se nuk do të lejojë që ajo të qëndrojë në një shtëpi bashkë me ta, duke vendosur një kufi të qartë dhe duke e mbrojtur marrëdhënien e tyre. Xhanan, e entuziazmuar për mundësinë që do të bëhet shumë e pasur, dëshiron me këmbgulje të tërheqë një shumë të madhe parash nga banka. Megjithatë, punonjësia e bankës i shpjegon se për momentin nuk është e mundur të kryhet një tërheqje e tillë dhe se duhet të presë deri ditën tjetër, duke e detyruar të shtyjë planet e saj dhe duke e lënë të pakënaqur nga vonesa. Sevilaj, e shqetësuar për shëndetin e Nuhut, e binte atë të nisen urgjentisht drejt spitalit për kontrolle dhe ndërhyrje të nevojshme. Nuhi kërkon Sevilajt që të mos tregojë askujt për problemin e tij shëndetësor, duke shprehur dëshirën që situata të mbetet private dhe të mos shqetësojë askënd, përfshirë familjarët dhe miqtë e tij.